Do të jepja fjalën zotit Auron Pasha, po duke I bërë edhe një thirrje për respektimin e kohës, sepse kemi edhe 2 panelet të tjera paralele që do të zhvillohen bazë fjalës tuaj. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, unë jam I ndëshkuar pak tani nga se jam I fundit, kështu që do mundohem ta bëj sa më të thjeshtuar. Edhe në emrin tim faleminderit juve që jeni prezent në këtë sesion. Unë jam munduar ta bëj fjalën pak, do më jam munduar t'i shmangem atyre shtjellimeve teorike, roli I shoqërisë civile, korrupsioni, si luftohet etj. Me radhë. Dhe jam munduar ta bëj pak praktike bazuar në një sër studimesh dhe hulumtimesh që kemi bërë ndër vite tek Hidra mbi fenomenin. Tani fillimisht një herë që tema e korrupsionit është një temë e stërtrajtuar, megjithatë mbetet një fenomen me plot nuanca dhe me plot kënde të ndryshme kuptueshmërie. Ju e keni dëgjuar edhe gjatë sesioneve të mëparshme, është si një lloj filli që e lidh këtë si një lloj teme që perceptimi përkundrejt realitetit. Janë 2 nocione pra me cilat matet fenomeni. Një është perceptimi, se sa I përhapur është ky fenomen, se sa ekziston ky bazuar në opinionet dhe perceptimet e qytetarëve në shoqëri dhe në qeverisje. Dhe më lejoni këtu ta theksoj këtë gjë, perceptimi është super I rëndësishëm. Perceptimet formatojnë sjellje njerëzore, perceptimet përcaktojnë votën, perceptimet përcaktojnë pritshmëritë se çfarë do të ndodhi, se si do të reagohet e kështu me radhë, prandaj janë super të rëndësishme, pavarësisht që ndonjëherë nëpër diskutime duket sikur po perceptimi mund të jetë I gabuar, realiteti është pak më ndryshe, perceptimi është super I rëndësishëm. Nga ana tjetër është dhe elementi tjetër që ka të bëjë me ato që quhet eksperiencë personale. Pra mundohemi ta masim korrupsionin duke pyetur njerëzit nëse çfarë intensiteti përballje kanë me këto akte, me këto lloj transaksionesh korruptive. Dhe natyrisht kur bën këto pyetje në nivelin e popullsisë gjerë, këtu bëhet fjalë për korrupsion të vogël, me atë përballjen që ka qytetari I zakonshëm me administratën. Unë do të përmend 2-3 shifra, nuk doja të cilë këtu grafik për ta bërë mos ta bërë shumë të komplikuar. Por ne kemi një problem të madh në Shqipëri. Në 10-15 vitet e fundit që neve mundohemi ta studiojmë fenomenin, pothuajse nuk ka ndryshim perceptimi për sa I përket fenomenit të korrupsionit. Madje ka edhe disa tendenca rritje. Pra perceptimi se korrupsioni është I përhapur në Shqipëri është në nivele shumë të larta. Dhe ndërkohë, për shembull po t'ju jap një shifër. Në vitin e kaluar bëm një sondazh të madh me 3000 qytetarë, 83% thonë që korrupsioni është shumë I përhapur në Shqipëri. 93% thonë që është një problem serioz. Nga ana tjetër, kur mundohemi ta masim, po çfarë intensiteti ka përballja personale me fenomenin, 42% thonë që në 5 vitet e fundit kanë qenë dëshmitar të një transaksioni korruptiv. Dëshmitar ose e kanë parë ose kanë qenë vetë aktor. Kur bëhemi më specifik, I themi, po mirë, ja ku janë 20 institucione. Keni marrë shërbime nga këto institucionet? Po kemi marrë. A ka ndodhur, sepse shumë e vështirë që ta pyesësh personin a ke dhënë lekë, dhe kjo është shumë e vështirë që edhe të mund ta marrësh edhe një përgjigje të sinqertë. Pra, a ka ndodhur që është nënkuptuar apo është kërkuar pagesë për këto shërbime? 9% thonë që është nënkuptuar apo është kërkuar. 7% thonë që nga kjo nënkuptimi apo kërkimi ka ndodhur transaksione, pra është paguar një gjë. Tani kemi një disbalans të madhe. Dhe diferenca këtu në radhë parë njerëz duhet të kuptojmë faktin që qytetarët flasin për korrupsionin e vogël. Pra nëse ne shikojmë një trend rënje dhe e kemi parë këto 10-12 vite e fundit të eksperiencave personale me korrupsionin e vogël, ka një trend rënje, perceptimi nuk ndryshon. Perceptimi vazhdon të jetë I lartë. Dhe këtu më lejoni të bëj ca shpjegimet bazuar edhe këto në studime. Tani kur mundohen ta trajtojnë fenomenin e korrupsionit, akademikët, shkollarët, studiuesit kanë 2 qasje. Qasja e parë është ajo që quhet në mënyrë të përshtatshme, ndoshta në shqip duhet të thënë qytetar dhe përfaqësues, në anglisht është principal agent problem. Që ku qytetari, kjo është qasja klasike. Pra qytetari nga një anë dhe nga ana tjetër ata që janë përfaqësuesit e tij ose agjentët e tij, janë zyrtarët politikë, zyrtarët publik, administrata publike, të cilët veprojnë në emër të qytetarit. Dhe kur ata kanë liri veprimi,
pra liria e veprimit që kanë ata për të marrë vendime, për të dhënë shërbime, është ajo që i hap rrugë korrupsionit dhe që ka ato për kufizimin klasik, pra abuzim i postit apo i fuqisë së dhënë për përfitime jo legjitime. Dhe në këtë rast, në këtë qasje klasike, dhe kjo është qasje klasike që ndjek edhe Shqipëria, fokusi është të kufizimi i hapësirave të korrupsionit. Pra nëse ti kufizon hapësirat për liri veprimi, për diskrecion në vendimarrje, atëherë edhe korrupsioni reduktohet. Mirë po, neve po na ndodh, dhe jo vetëm neve, se kjo është një gjë që domethënë është një gjë e parë edhe në vende të tjera, që perceptimi nuk ndryshon. Dhe qasja tjetër që ka dalë, sidomos kohët e fundit, 4-5 vitet e fundit, është që korrupsioni nuk është vetëm çështje e marrëdhënies qytetar edhe përfaqësuesit të tij, po është edhe një qasje tjetër që ka të bëjë me atë që quhet pritshmëria kolektive. Edhe kjo e përshtatur në shqip sepse në termin anglisht është collective action. Dhe ideja është çfarë pritshmërie kanë njerëzit kur mendojnë për korrupsionin. Pra, nëse pritshmëria, pra njerëzit edhe i bizneset veprojnë në bazë të këtyre pritshmërive, siç i perceptojnë ata. Pra, nëse pritshmëria është që të gjithë paguajnë, do paguash edhe ti. Nëse pritshmëria është që kolegu yt zyrtar publik merr rishvete, do marrësh edhe ti. Dhe ndershmëria në këtë rast është si një fenomen solitar, i izoluar dhe nuk funksionon, nuk je pjesë e sistemit. Dhe në këtë rast, do bëj edhe një parantezë vogël këtu për ta bërë më komplekse këtë situatë, që ka të bëjë me pritshmëritë, të cilat lini për shkak të perceptimit. Po marr shkas ka një deklaratë në panelin e sesionit të mëngjesit sot, dikush nga panelistët përmendi fjalën zero bakshish. Jo zero rishvet, po zero bakshish. Dhe për ta bërë më komplekse këtë situatë, për dreq, neve në Shqip kemi dy terma që i kemi të huazuara nga turqishtja, rishvet dhe bakshish, kur them të huazuara, në kuptimin nuk janë organike të Shqipës këto, të cilat kanë mbi vendosje në kuptimin që kanë qytetarët për këtë gjë. Mbi vendosja midis njërit term, bakshish, që është një normë sociale e pranueshme, me një term tjetër, rishvet, që është një normë imorale dhe e paligjshme. Dhe kjo gjëja del dukshëm në studimet që kemi bërë neve për shembull për ato që i quajmë korrupsionin në shëndetësi. Dhe fakti është, janë interesante këto gjëra se në vetvete e para një nuk janë tipike shqiptare, po për shembull ka studime të shumta që kanë nxjerrë që nëse ka kulturë të lartë bakshishi, ka dhe kulturë të lartë rishveti. Dhe zakonisht ata që e bëjnë dallimin thonë që po mirë, rishvetin ti e jep ose e premton përpara se sa ta marrë shërbimin, bakshishin e jep mbasi e merr shërbimin. Po nëse edhe bakshishi që e jep mbas shërbimit është i lidhur dhe me faktin që pritshmëria jote për shërbimin e ardhshëm është që do ta marrësh më të mirë ose më preferencial, nuk ka më shumë dallime midis asaj që quhet bakshish dhe atij që quhet rishvet. Në përgjithësi, Shqipëria është e fokusuar edhe një herë tek qasja klasike, pra merret me reduktimin e hapësirave. Është një qasje e domosdoshme, po jo domosdoshmërisht është ajo që sjell ndryshime në normat e sjelljes së njerëzve. Dhe me që jemi në këtë rast te pjesa klasike, digitalizimin, do them edhe dy fjalë për digitalizimin, e trajtoi Juli, e trajtuan edhe më përpara. Digitalizimi është aq i mirë sa të mirë janë edhe njerëzit që përdorin atë. Dhe kur flas për mirësinë e njerëzve këtu, flas jo vetëm për aftësinë për ta përdorur teknologjinë, por edhe për integritetin për ta dhënë atë shërbimin. Se vërtet ka procese të automatizuara, po proceset kryesore janë ato që kërkojnë një interpretim në ato zyrën mbrapa që përdor teknologjinë për ta marrë një vendim. Dhe duke përdorur teknologjinë ekziston mundësia për të nxirë jetën derisa të gjesh mundësinë për të kontaktuar atë që po e bën atë interpretimin nga mbrapa ke zyra mbrapa. Pra digitalizimi në vetvete pikë së pari është eficiencë qeverisje. Natyrisht sjell dhe efekte antikorrupsioni, por është e fokusuar te korrupsioni i vogël. Tek ai korrupsioni i vogël që megjithse po reduktohet, megjithse njerëzit vetë pranojnë që nuk po përballen më me këtë fenomenin e këtij korrupsioni, përsëri perceptimet ngelen të larta.
Dhe do ndalem tani shumë pak tek ato që kanë impakt mbi këtë lloj sjellje, mbi këtë lloj normash. Dhe do e lidhur kjo me një komponent të rëndësishëm që e përmbajnë të gjitha strategjitë antikorrupsion, është përmendur edhe në këtë sesione, në këtë konferencë, ndërgjegjësimi. Ndërgjegjësimi për fenomenin. Të lutem Auron, mbasi do ta bësh pak shpejt të fundit. Po. Okej, thash jam i ndëshkuar. Në rregull. Dy elemente. Domethënë unë do bëj një deklaratë pak provokative për këtë gjë. Ka një rritje të madhe të studimeve dhe të hulumtimeve që sugjerojnë se rritja e ndërgjegjësimit për këtë të keqe sociale që është korrupsioni mund të sjellin më shumë dëm se sa përfitim. Dhe si e tillë është provokative, por ka si qëllim të thotë diçka. Domethënë nëse mesazhet, ne kemi bërë një studim për këtë, nuk dua të zgjatem te kjo gjëja, nëse mesazhet që ne japim për ndërgjegjësim janë mesazhe që e spikasin fenomenin, e nxjerrin më në pa, duke thënë që të gjithë mendojnë korrupsioni është gjithandej etj. Me radhë. Përgjithsisht pastaj qytetarët bëhen ecin me rrjedhën, e kuptojnë që problemi është kaq i madh dhe kaq i pasgjithshëm, saqë nuk ja vlen të rezistosh, nuk ja vlen të luftosh për këtë gjë. Dhe ne kemi të studiuar që këto lloj mesazhesh nuk kanë asnjë lloj ndikimi në transformimin e sjelljes për të paguar, për gatishmërinë për të paguar, gatishmërinë për të denoncuar. Nuk ekziston kjo gjëja. Dhe mendoni, dhe kjo është një mesazh edhe për qeverinë, por është edhe për shoqërinë civile, që sa shumë fushata janë të tilla për të rritur ndërgjegjësimin për ekzistencën e fenomenit, kur njerëzit kanë tashmë opinione të formuara për këtë gjë, të forta. Dhe janë fushata të cilat nuk sjellin asnjë gjë, madje potencialisht mund të sjellin më shumë dëm. Dhe duke e mbyllur se e kuptoj që nuk kam shumë kohë, nuk mjafton vetëm të kesh të dhëna për të bërë politika, duhet ta them këtë gjë, po duhet të kesh të dhëna smart tani, të dhëna më të sofistikuara, se jo çdo dhënë që mund të përdoret për politika, është një vlerë e rëndësishme për atë, se edhe jemi, po edhe mund të përfundojmë subjekti i asaj shprehjes popullore që shkoj për të hequr vetllat e nxori syt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Unë dua të falenderoj të tre folësit, zonjën Fiona Mekluni, zonjën Juliana Hoxha dhe zotin Auron Pasha, ndjes, sepse në fakt na provokuan për të kaluar në panele shumë interesante tani. Dhe tani ndahemi në dy panele paralele. Një panel vendoset të zhvilloj punimet këtu, e drejton zonja Eris Luarasi, dhe ka të bëjë me sjelljen e shoqërisë civile dhe rolin që ka ajo si vëzhguese e mirë e punëve që bën qeveria, po dhe punëve që bën vetë. Dhe paneli i dytë ka të bëjë me bizneset dhe me sjelljen e shoqërisë tonë ndaj vëzhgimeve që bën biznesi apo shoqatat e biznesit për të ulur dhe përmirësuar gjithë luftën kundër korrupsionit. Ai do mbahet në hollin e Pallit të Kongresit, do drejtohet nga zonja Aurora Sulça. Faleminderit. Kush do të ndjeki panelin e parë të ri këtu, kush do të ndjeki panelin e dytë të dali jashtë nga kjo sallë, po të dyja panelet do të jenë këtu në Pallacin e Kongreseve.